Presidenti i Bullgarisë Rumen Radev, i cili po qëndron për vizitë zyrtare në Kosovë, sot ka qëndruar në Prizren, ku është shoqëruar edhe nga kryetari i komunës Shaqir Totaj. Presidenti bullgar ka hapur edhe një konsulat nderi si dhe një organizatë jo qeveritare të Bullgarisë në Prizren. Përderisa një konsulat nderi në Prizren është hapur edhe në Hungari. Pastaj ai ka pasur edhe një takim me disa banorë të rajonit, ku pas këtij takimi ai ka deklaruar se sot ishte një vizitë në Prizren dhe kjo është një vizitë e sinqertë. Këtu ka një komunitet bullgar dhe ne jemi të detyruar që të mbrojmë këtë komunitet, të mbrojmë edhe të gjitha të drejtat e tyre. Ne falenderojmë qeverinë e Kosovës që na dha këtë mundësi. Е важна част от това сътрудничество, което ние развиваме във всички области от взаимен интерес. И много важно е, че тук има българска общност. Dhe ne si shtet bullgar jemi të detyruar të ndihmojmë zhvillimin e këtij komuniteti. Të gjithë mundësitë për zhvillim social dhe ekonomik dhe për ruajtjen e identitetit kulturor, historik dhe gjuhësor. Dhe falenderoj qeverinë e Kosovës se dha këto mundësi. Komuniteti bullgar duhet të shprehet të lirshëm mendimin, traditën, kulturën dhe gjuhën dhe të drejtat e tyre. Këtë zhvillim të Kosovës së lirë, ka thënë ai për televizionin Besa. Që komuniteti bullgar lirshëm të shpreh identitetin e vet. Да развива, të zhvilloj, да съхранява своите културни, езикови, исторически традиции. Traditët historike, kulturore dhe gjuhësore. И е много важно është shumë e rëndësishme që regjistrimi i popullsisë që do zhvillohet së shpejti. Всички граждани на мултиетническо Косово. Банорът е Косовës multietnike. А ние изключително високо оценяваме това развитие на Косово като мултиетническа свободна държава. Si një shtet multietnik të lirë. Всички граждани да имат възможността свободно да изразят своята идентичност. И това очакваме ние от ръководството на Косово. Përderisa ka folur për lidhjet që ekzistojnë mes të dyja shteteve të Kosovës dhe Bullgarisë, si dhe aktivitetin e ushtarëve bullgar që kanë në kuadër të forcave paqëruajtëse të KFOR-it, si dhe për një numër të rinjësh nga Kosova që studiojnë në Bullgari. Нека не забравяме, че България беше сред първите държави, които признаха официално независимостта на Косово. България помага в момента за сигурността и стабилността на Косово с нашия контингент към KFOR. Нашите политически контакти са регулярни, пълноценни, на най-високо ниво. И ние работим така, че тези отлични политически отношения да прераснат в силни икономически връзки. Да развиваме свързаност, да развиваме сътрудничество в икономиката, енергетиката, образованието, културата. И забележете, ние имаме в момента 120 млади граждани на Косово, които в момента получават своето висше образование в България. Историята е важна. Pas kësaj, ai ka vizituar kompleksin e lidhjes shqiptare të Prizrenit, ku për këtë monument u njoftua nga përgjegjësi profesor doktor Parim Kosova. Qeveria përkohshme shqiptare me kryeqytet Shqipërisë Prizrenin. Qeveria të gjitha këto objekte i shfrytëzoi për kabinetet e tija. Në vitin 1968 është hap Muzeu Historik. Ndërsa në vitin 1978 për ndër të shënimit 100 vjetorit lidhjes shqiptare të Prizrenit. Është hap sektori etnografik dhe galeri arteve figurative. Gjatë luftës së fundit më 27 mars 1999, me urdhër të kryetarit të dhunshëm serb, forcat serbo-jugoslave dogjan muzeun me të gjitha eksponatet. Pas lufte kemi ngrit kallëzim penal tribunal Tagës ndaj 11 serbëve.
Tribunali nuk ka marrë me këtë çështje edhe sot e kësaj dite. Pas luftë është ndërtuar muzeu dhe është rihap. Shpresojmë të ardhmen me ndihmën e Ministrisë, Qeverisë Kosovës edhe Komunës Prizrenit. Kurse një sheshin Shadërvan duke vizituar edhe monumente historike të qytetit.